A ka më doni, lutem. Zoti Ilir, si po ndjeni në atmosferën e show të rinor? Pa një kënaqësi e veçantë për arsye sepse ndjem veten kur jeni mosha juaj e ndjem veten më rinore, më i ri. Më duket sikur jam dhe vetën në ato. Kthehem nostalgjisë direkt. Sa i shoh juve. Atëherë besoj se jeni gati të përballeni me pyetjet e panelit. Nëse kam pyetje, kam edhe përgjigje, unë se di që do pyetje edhe përgjigjesh apo unë thash të kënaqë dy këngë dhe ija. Po më ata shohin. Fal, mos i bëni pyetje të forta me spesë. A mund të na flisni pak për origjinën tuaj, zoti Ilir? Atëherë, origjina ime është nga Kumanova e Maqedonisë. Nënën turke, jam rritur në Roskavesk, në Fierë, në Tiranë, në Lagatum, në Los, ku doni ju, ku të kisha nevojë atë dhe. Tani jam thjesht në Tiranë dhe në Fierë kam biznesin e madh. Me sa kam unë informacion për ju keni patur një kalvar vuajtjesh në kohën e komunizmit. Na flisni pak për këtë? Unë se di do më thëmë që të kemë vojtur vetë, po prindit e mi po. Po gjithsesi na kanë trajtuar, na kanë mbajtur nga janë bërshë edhe më mirë se më të vojtur ishin komunistët atëre sa unë që na mbanin as saksione, as ushtri, as gjigje, dhe më thënë na mbanin si veshka mes dhjamit, dhe gënë për na quni si të vëtë busi Jugoslave, po jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje me këto, të gjithë kanë vojtur, në ato sistem të kanë vojtur, gjithë populli, edhe komunistët kanë vojtur më shumë, të garantoj për këtë. Ju keni patur prindër intelektual, si që është shkollimi juaj? Atëherë, si që të regova pak më parë, unë kam qenë shumë i privilegjuar, bile edhe sot mund të dinë shumë moshatarë të mi, që unë kam ndruar 4-5 bursa për shkollë. Do në zgjidhja dhe bursat. Pra edhe thash që ka qenë një vojtje ku dëgjoj me, si tha, sa dhimbje e bukur e dashuria, ka ke dëgjoj, kështu punoj e dhimbjes tone, kështu që, s'të dhe them, shkollimin në atë periudhë në Politeknikum 7-9 në Tiranë, shkolla Arif Fullçit, shkojnë gjithë drejtorë të para, fëmijët e zënës ministra, dikujt tjetër, në ato privilegje kam pas dhe unë. Jeni me origjinë nga Maqedonia, pra shqiptar nga lagja e Trimave. A keni nostalgji për këtë vend? E nga e dini ju këtë që. Sa po e thatë ju? Jo, në Kumanova, thash, po, bileja dhe nga lagja e Trimave. Po si s'kam, unë shkoj shpesh, çdo 3 muaj, çdo 6 muaj, kam çaçallar dhe alla, nuk është se jam origjinën ande, unë kam njerëz më të afërt. Vëzit e babait, nënës të hallat e babait, bile jemi për të që i fis, po si dhe ati e muzikantësh. Që po ta t'i dini, po ta t'i gjoni, edhe ati e kam për shumë